dita numër 4, shpresoj mos të kem harruar renditjen e numrave. Por ato që më farë me këto flokët e mia edhe si më duket për të flasë më një qendër tregtare, shpresoj të dëgjohen mirë, unë po bërtat për jo aq sa duhet edhe më ardhur këtu tani do vëm të konsumojmë drekën. Jam edhe me kushëririn tim, edhe me Andrean, i kënë dalë kështu të gjashtë, pata shumë. Edhe tani do vëm të hanë, ngër më gjetim, por unë të hapa, sepse Matias të më gjetim edhe më bëjnë që anterior kështu, edhe tani do vazhdojmë të konsumojmë drekën. Shumë e lodhur është, një nxehtësi shumë e madhe. Nuk kam përfunduar ende këtë flokët që unë shikoni kështu, nuk kam përfunduar ende këtu në fund, ka akoma edhe shumë pak, por i lava edhe filluan të shturë, por dhe të një sërish që të mos të shturen edhe që të vjetë në fund. Kështu edhe du hapë sërish në fund, sepse po kalojnë shumë njerëz edhe nuk besoj të dëgjohet mirë. Ne tani sa po u veshëm, edhe do dalim sërish. Edhe do dalim diku këtu afër. Edhe përdroj pak të outfitim tim që shpresoj të duket. Do të tregoj më vonë. S'pëmbaj do të Matias kështu se jam edhe me një dorë. Edhe kjo pas të sqyra është gjithë ziza, nuk po duket më. Edhe do ju hapim sërish më vonë. Sa po dollëm, prezë di këtu po vje drita më pastër, edhe shkëm të përmë po marrë prish licja aty, por jetua sepse më pengojnë një flokë. Tani kam kapur këtë që kështu këtu, i kam, si thonë, i kam modifikuar pak, por, nga bitë mirë. Më duhet të se në një më pengojnë edhe për më tjesë edhe i kështu edhe tani t'ju tregoj pak outfitit ku ta vendos diku kamerën që edhe ju të më shikoni. Jam veshur. Sërish nuk duket ende. Nuk duket. Por të vendos më mirë tu? Jo, as ende tu nuk po duket. Asë nuk po duket mirë, por tani po dalim gjiro edhe kemi ardhur në Qyrenova që është shumë afër me ne. Edhe Matias që shumë ka zënë gjumi edhe unë tani jam përkësi më qetë, jo se kur jam me Matias jam tensionuar, por kur fleja jam edhe më e qetë. Kështu edhe tani thjesht po dalim gjiro edhe nuk e di se ku do bëjmë tjetër, por shkoni në ndryshim këtë mua shikoni që duket që si vella më ngritur si i hoqa sërish të shimet këto sepse më super përqen vehla kështu, nuk përqen më që ta kemë ajtë gjatë sa unë e kam pasur më përpara, sepse nuk e di, me jep një ndryshim që në fytyrë edhe dukem pak më ndryshe. Edhe kështu po e ndu këtu edhe t'jap t'jallë për në vonë, do me të se çfarë do bëj. Sepse unë do vetëm kur jam kështu me njerëz, nuk po flas shumë tani, po gjitha që të momentin që të vetëm, edhe prandaj po flas. Kështu edhe duke edhe këto drita të shumë keq kumbas edhe ikim tani. Gëzuar. Jemi këtu nga dita tjetër edhe mora një këti se çfarë quhet, nuk është as vaj, as kështu se ki kremi, nuk e di, por e mora tek Aquasapone, është i kësaj firmës Pantene dhe është 51, është kundër nxehtësisë. Por unë tani për shembull nuk përdor dot
vajra në flok për arsye sepse nuk lahen mirë, plus futet vaj këtu te ky flokëri këtu. Edhe nuk lahen mirë, do të rregullohet që këto gjatë ditës i mbaj pothuajse shumë të kapura. Okej, është mirë. Edhe prandaj më marrin që si formë kështu të keqe, por ja tani u rregulluan. Edhe unë këtë pse ngela këtu duke hap këto videot këtu në tualet, shkoni nga dalë bunker këtu. Edhe tani do ta provoj. Dhe shpresoj që të jetë i mirë. Nuk e kam marrë asnjëherë më përpara. Edhe wow, më freskoj kokën se vdiqja më ngjiset koka. Edhe do t'i vendos edhe pak vaj këtu brenda, ja do ta shikoni si do t'i miksoj kështu bashk, sepse aromën e pas ka shumë mirë. Ishte diku tek 5-6 euro, diçka e tillë, më shumë nuk ishte. Edhe më freskoj shumë kokën, normalisht është kështu, nuk është as vaj as krem, domethënë që të ngjitet, dhe prandaj domethënë t'ju shpjegoj për çfarë mora unë këtë, sepse unë domethënë tani që kam bërë këto flokët gërsheta, domethënë kur dal në diell duhet nëse s'bën që të bëj flokët me këtë, ose duhet i kem tërkohës të lagura flokët, për arsye sepse merr antje koka, nga që këto janë të tërhequra. Edhe nuk bëjnë mirë ndësja të vi këtu në flok, domethënë për çdo lloj floku është mirë, po për gërshetat është pak më ndryshe dhe pak më vështirë. Edhe po ju tregoj domethënë si do t'i miksoj këtu bashk, për i marr pak vaj dhe po vi sërish. Atëherë do miksoj të treja këto, kjo ka shumë pak, po thuaj se është drejt fundit, po shumë pak është edhe ky serumi që përbën edhe vaj argani. Edhe do t'i hedh këtu brenda, por problemi është që kjo mos ka shumë produkt edhe nuk më mirë. Atëherë po hedh edhe kështu nga që po flem atje, po hedh një të serumi. Ky serumi është shumë i fortë. Edhe po heq më mirë të kapakun që ta hedh kështu direkt. Po, mbush. E tani do të tonë mirë. Du ta kisha hedhur domethënë në këtë në një shishe tjetër, ashtu do ta bëj, do ta hedh pak te kjo që të hedh edhe vaj, që të më rrit domethënë floku i hidratuar, mos të rri shumë kështu. Do marr në fund edhe një vaj kështu aty të lirë në këtë të pantenit, diku tek 5 euro, do 4 euro, dhe do ta hedh këtu brenda. Domethënë do marr një shishe tjetër dhe do të jetë gjysmë ashtu, kështu do bëj. Edhe tani do përfundoj me këto, më shëndes koka, para se të bëni gërshetat me ndohuni mirë. Domethënë unë mendoj shumë mirë se e di domethënë shëraje 4 që i bëj, edhe ti domethënë se çfarë heq domethënë nga gërshetat, që ke dhimbje kokës tërkohës, të rëndon koka, zoti madh, si kur je domethënë tërkohës të mban kokën kështu nuk me zi ul poshtë kokën. Tjetër, çfarë është që ke këtë ndjesinë e të vjellit tërkohës, nuk e di pse është kjo gjë. Nuk shumë e çuditshme është. Domethënë, mendoj se do ishte vetëm ditët e para, por jo, nuk është vetëm ditët e para, është pothuajse tërkohës. Unë filloj pak si shtrenjtë, por jo në tualet. Prandaj. Si tash po flem atjes edhe nuk duhet që ta zgjoj. Por këto që shikoni këtu janë gjëra që përdor për matjes, për të ndërruar. Edhe shumë bafet të mërshme sot, por domethënë unë tërë kohës në shtëpi i mbaj flokët kështu të kapur, domethënë të kapur nuk i mbaj kështu, domethënë bisht ose kështu, nuk keni ide sa rëndojnë këto flokët. Sa duhet një njëri që një mbaj kështu këtu tërë kohës, por nuk kemi çfarë i kap këto flokë. Ja, domethënë dhe kur vëllë tani shumë një koka.
Atëherë i mbaj domethënë kështu, i lidh një këtu, se ndryshe s'kam çfarë si ti kap. Ose nuk e di se çfarë do gjej në listë në një gjë, kështu jam unë domethënë të kohës në shtëpi. Kështu sepse më rëndon vetëm kjo pjesa këtu mbas, por do të gjej diçka se kapset e flokut nuk e mbajnë, se është shumë i rëndë si flok, edhe nuk i mban, se i prisha. Nisë, unë tani në shtëpi do jem, nuk është e do dhe të kohë dhe që t'i kem domethënë flokët kështu të rregulluar mirë, domethënë që janë shpëtim këto për në verë janë, por domethënë kanë këto gjërat e tyre që janë shumë të bezdishme, të hap trupi, të çpojnë domethënë kur vesh kanë atjerë njëherë është të merr ose kur flet gjuhë natën të pegojnë edhe por këtë përfitimin domethënë që kur jenë detë je rregulluar, nuk del si pule lagur me ato lefshë si të çmendur. Plus ke domethënë që kur vjen në plazh futesh bën banjë aty dhe je gati domethënë për dalë sërish prapë për 10 minuta maksimumi që mund të bësh një make-up, 5 minuta. Ose mund mos të vësh make-up fare, vendos një SPF aty me ngjyrë pak një gloss edhe je direkt e rregulluar. Ke dhe këto gjërat, por ke dhe këto gjërat e keqe, domethënë janë çdo gjë të mirë, çdo gjë mirë ka mbas edhe një të keqe normale. Edhe ta bëj edhe pak se sa më freskoj këtë kokën që më shëndes kështu flak. Të bëhet që të trajtohet edhe kjo bjondja, tani shpresoj mos na dëmtojt shumë floko, se unë nuk po bëja shumë domethënë që i kisha lyer flokët edhe kam frikë domethënë se mos më kuptën. Aromën e ka shumë mirë këtë, më pëlqen shumë aroma e këtij. Edhe wow, nuk e di domethënë. Tani që hodha të vajnë, sikur nuk e kam atë aromën domethënë që kishte në fillim. Por prapë e ka të mirë aromën, wow. Domethënë aq që rri pak rri kështu domethënë freskë, direkt pastaj të futet ajo nxehtësia kështu domethënë edhe tani do bëj këtë video dhe do hap një video tjetër. Domethënë nuk më besoj që unë jam për ditë këtu, domethënë që flas. Domethënë bëja video që ka rëndësi që bëja 2 herë në javë ose 3 herë. Pastaj gjëra 3 herë në javë, në trëshim video nuk i hidhja fare. Edhe tani domethënë që do bëj video çdo ditë, edhe më duket shumë e çuditshme që këtë ndjesie kam përjetuar vetëm kur kam qenë në Shqipëri, edhe këtu kur e nisa domethënë pak, por aq përfundoi diku tek 3 video diçka tillë tek vlogjet që bëja për Christmas. Edhe kaq, edhe unë mbyll aty, nuk bëja më. Është vera ime e parë mbas 3-4 vitesh që kam në YouTube, nuk e mbaj mend ose më shumë, jo më duket më shumë. Edhe që është vera ime e parë që unë po xhiroj, domethënë është pak e çuditshme se unë gjithmonë sa herë vite vera, domethënë aty ku kalon më bukur, unë aty do të bëja më shumë video, por jo, unë aty e mbyllja se thosha do dalë, do bëjmë kështu gati andaj këti, edhe nuk e di se si e mora këtë sfidën, që sa do kam edhe Matias, edhe prapë e mora këtë sfidën, domethënë që nuk e kam marrë vjet për vjet, ose kur isha pushime në Greqi, domethënë që kisha shumë për të treguar edhe nuk gjëra fare aty. Edhe kjo është e çuditshme me mua, domethënë që nuk e di as vetë nuk e di. E di si jam ngritë, një ditë thash. Isha aty me Matias edhe nuk është të përshikoja ndonjë vlogera që domethënë që të frymëzohesha diku që bëja video çdo ditë. Por me erdhi kështu direkt, thashon, po më thashon si të bëj video çdo ditë, domethënë e kam të mundësi, plus që do angelet një kujtim shumë i bukur për ne të dy, mua dhe Matias. Edhe thashon, tak, direkt që ato ditë, po më fillova tash do xhiroj, se normale do të fillosh ditët më përpara, kam filluar diku tek rreth 3 ose 4 ditë para që po shikoni këto video tani që dalin fix në data.
edhe më duket 4 video janë para, më duket ose 3, diçka, jo 3, edhe prandaj thash ta kem kujtim, zgjyroj duke ditë që mora këtë iniciativë, thash se kam edhe diçka të keqe, domethënë që nuk e lë dot pasaj, ose dhe lë dhe ndjen keq edhe hipi nerva pse, e thash këtë gjë dhe nuk e përfundova dot deri në fund. Kështu njerëz të mirë dhe të bukur dhe mbyllim këtu këtë video, nuk është se ju kam treguar një gjë shumë wow sot, por dëshiroj sërish nesër. So, bye!